Përshëndetje të mirët e mi. Sot është një ditë shumë e bukur, sot është një ditë fantastike, është një ditë këtu ku jetoj unë të paktën është të veshësh pijame dhe të hash një çokoladë, të shikosh televizorin. Por me sa shikojmë kemi Venusin në Dem, që do të thotë zëmra, hiqi takat, fustanin, hiqi të gjitha dhe vish pantoflat. Sot është e premte, është 6 qershor dhe deri në datën 4 korrik, mbretëresha e dashurisë, secila prej ju, mbretëreshat e mia, kudo që të jeni, mbani divanin fort, sepse ka ardhur momenti që ti të adhurosh shenjën tënde, të adhurosh gjërat e tua, të priresh drejt pak asaj stabilitetit historik dhe të fillosh një episod të ri me Venusin në Dem. Është të kesh një takim dashurie, është të kesh një punën tënde, të vesh në një fermë, të shkosh në spa, të shikosh biznesin tënd, të shikosh në një mbrëmje të bukur fishek zjarrit që kërcasin, por dhe të kesh atë ndjesinë të mbajturit butësisht personin tënd shpirtëror nga dora. Dua t'u them se ti je duke nuhatur Yaseminin, je duke nuhatur periudhën që po t'i jep një provë shumë të fortë dhe ndihesh si në shtëpi, si ajo perëndesha e dashurisë, e bukurisë, ndihesh shumë rahat. Siç thotë dhe ajo, mbretëresha që dua estetika ime të jetë një estetik madhështore, një estetik e testuar bukur dhe të kenë disa gjëra të bukta në faqen, në lëkurën, në trupin, në shpirtin e saj. Por mbi të gjitha, do të thosha që ka ardhur momenti se është dhe një e premte e shtunë dhe e diel përpara, të bëni një tavë me patate dhe të bëni diçka të bukur, po sepse aty në pjekja e ushqimit tuaj, aty ka diçka shumë të bukur dhe një energji shumë të fortë. Kështu dhe Demi shndron romancën dhe e bën atë në një art mbijetese, apo e bën atë të gatuar mirë me plot kuptim. Marrëdhënia tani e tutje do të lëvizi shumë në një bazë që do ketë, keni parasysh kur muratorët bëjnë llaçin normal, që ne tani duhet të shikojmë cimenton, të jetë sa më fort, të jetë sa më gatuar mirë dhe të shikojmë që përse kemi më shumë nevojë. Një vështrim, një përkëdhelje, një gatim me personin që ne duam, një marrëdhënie që është për të lëvizur dhe në bazë të kësaj kemi të ardhme shumë të mirë. Ndërsa nevoja për të pasur një aftësi fizike, një siguri emocionale që të bëhet sa më shumë e domosdoshme, ne duhet të gjejmë një moment perfekt. Këtë moment të premtet shumë të diel do të thosha që qëndroni me portalin e datës 6, sot është data 6, është portal shumë i fortë dhe të marrësh iniciative për të ardhmen tënde. Por shikojmë që në këto iniciativa është koha e dur që duhet të punoni në ekip, me familjen, me fëmijët, me bashkëshortin, me nënën, babën, sepse universi të thotë, është koha më e mirë të punosh në një ekip, të ndjesh universin dhe të shkosh drejt asaj vendosmërisë që ti kërkon. Ndonjëherë dëgjojmë në përveshët tanë njerëz, orkestra të ndryshme dhe i bëjnë gjërat ashtu siç duan. Por ne nuk do të shikojmë dobësinë e të tjerëve. Ne do ndjejmë shumë keqkuptime ditët në vazhdim. Do ndjejmë sikur kemi gjëmba në përkëmbë. Marrëdhëniet tuaja personale. Do të rishni njerëz që duan të thonë diçka, po kanë frikë ta thonë. Është një dobësi që rrjedh brenda ditës, brenda jush. Nëse një burr mund të gjesh, nëse ti gjen një burr të përmbajtshëm, me një mendje të një femre, ne shikojmë Venusin drejt për drejt në Dem, një hekur në trupin tuaj, në shqisat tuaja dhe fuqinë e kontaktit. Është diçka e fortë. Sot do e kuptosh sepse ti do ta ndjesh thellë, të dëgjosh zemrën tënde, jo vetëm në veshët e tu, por të ofrosh ndihmë pa u ndjerë, pa u raskapitur për njerëzit e tjerë. Ky është ekuilibri jot, ekuilibrimi i bukur, ekuilibrimi i gjallë. Pavarësisht se ty të duket raskapitës për momentin. Duhet të vësh logjikën, të punoj. Dikush do hap shpirtin ditën e sotme, por të dish një gjë, që çdo gjë që të bësh tani tutje ka një arsye, ka diçka që të thotë bëje. Je drejt për drejt duke parë dikë që të do. Dhe tani është momenti që të dëgjosh pikrisht atë që ti do. Mendo dhe do shikosh se si gjithë ky skenar që të kanë bërë deri më sot, në qiell apo në tokë, të prek personalitetin tonë. Atëherë nuk duhet të humbasësh një sy.
Ti duhet të shikosh me të dy syt situatat që të po vinë. Janë gjëra të detajuara në jetën tënde. Çdo shenjë e zodiakut do t'i prekë pak brenda diçka në shpirtin e tyre. Të dini një gjë, që kjo lulja, nëse s'ka këtë drun, nuk do mbahet. Prandaj, ju jeni druja dhe të tjerët janë thjesht ata që ju mbani. Nëse ju doni të mbani gjëra që ju vlen, mbajini fort, lidhini siç kam lidhur unë këtë lulën këtu. Nëse ata persona nuk vlen, thjesht e heq dhe e lë të bjerë. Ju përshëndetjen e tarua, kudo që të jeni. Kaloni sa më bukur. Sot është portali i datës 6, i muajit 6. Do t'u tregoj me videon që do të vi në vijim për të ardhura më të mira dhe të keni bollëk, prosperitet dhe shëndet. Mirupafshim.